Material pas materiali, arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Në Zoom, duke uruar e shpresuar që sigurisht përveç informimit, sa do pak edhe jeni argëtu me materiale që kishim vendos me i sjell tek ju për këtë epizod. Me ne mund të takoni përsëri të premtën tjetër. E deri atëherë vjen tani tek ju rubrika e fundit, siç është Shija mbi tort, kush ka publiku projekt të ri e kush është duke punuar vazhdimisht që të servoj materiale të bukura për fansat e tij apo të saj. Me çka ka tre, unë Albina ju përshëndes, duke lënë takim përsëri që jemi shnoshë rahat premtën tjetër. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo herë. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndiho më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Bejta publikoi shkel tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai e madje bëri dhe muzikën, e po ashtu është producenti prurjes së re. Kurse për miksimin dhe masterizimin u përkujdes GM Dub. Shkel erdhi me një videoklip interesant punuar nga Mpi Kreativ. Melinda erdhi me një projekt të ri që mban titullin Veç me ty, melodin e së cilës e ka bërë vetë ajo e që shkroi dhe tekstin bashkë me Elinel. Producenti prurjes së re të Melindës është Qeli Klipa nga SBC Entertainment. Videoklipi u vizualizua nga Imagine Films. Donjeta Morina publikoi dhurat me muzikë nga Bini Diaz. Teksti u shkrua nga vetë këngëtarja dhe ana vizuele u punua nga në sken video. Anduel Kovace erdhi gjatë kësaj jave me një prurje të re që mban titullin Prita. Tekstin e ka shkruar Stivi Ushet, producenti i projektit është Alex Gjompalaj, i cili realizoi beatin dhe instrumentalen. Sabri Fejzullau dhe Elira Shala publikua një bashkëpunim që titullohet Gabimi i jetës me tekst dhe muzikë nga Krishnik Avdio. Për orkestrimin u përkujdes Arti Rack, kurse ana vizuele u realizua nga Urban Films. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për këngë të reja. Gjesti ka njoftuar se së shpejti rikthehet me një risi. E madje shikoni këtë postim që ka ngre pik pyetje tek fansat. Ky imazh të jetë enigmatik e një dele e roz ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve në rrjetet sociale. Një prej emrave që ka arritur t'i rezistoj kohës bëhet fjalë për Genta Ismaili. Pas suksesit me Unë të dua, ajo ka vendosur që të vi me një risi tjetër. Këtë ka për të ditur vetë Genta përmes rrjetit social Instagram duke etiketuar bashkëshortin e saj Usta. So,